Bas, të falenderoj shumë për dhuratën. Se mëritëm. Është një flamur amerikan, i cili më është dhuruar nga një shqiptar që ka 35 vite që jeton në Texas, apo jo? Sigur. Keni ardhur në Shqipëri? Ka 2 ditë që kam marrë. Ja, qa pushime, që kemë marrë 2 nimojmë të pështetim komin tonë, të pështesim rënin shqiptare. Si po duket? Si po duket kjo rinia, kjo protesta, këto thirrjet, këto daljet për kaq ditësh? Është një njem kombëtare. Valdon mbrenda. Se nga ju e kupton më shumë, aq më tepër që keni vite që jetoni larg vendit edhe kur dëgjoni një fjalë shqip, ju bëjnë syt xixa. Kjo unë kisha dëshira ime më e madhe ka qenë kjo para 20 vitesh. Kjo nisëm. Se kjo rënie e sotit, me vizionin të më që shof, këta janë fix Supreme Court, ose gjykata e lartë. Gjykata e lartë. Se e manë të karikum ligjin dhe nuk e lanë me shkel. Fix. Shqipëria, kush e di zotit se ku ishim tashi, po t'ishte para 20 vitesh kjo nisëm. Ma mirë, si thonë, ma mirë herë se kur. Por, unë jam i bindur që kjo zotëria nuk ka ditë të shkurta. Unë jam i bindur që kjo do të arratisët. Sigur i ka larguar gjithë shqiptarët, duhet e ka rradhë këtë zotëria në fjalë. Në fakt, e dini që është bërë shumë me bast kjo hikja e Ramës. Po dëgjoja që disa njerëz kanë hapur një kuotazh edhe janë duke diskutuar se sa prej tyre mendojnë që Rama do ikë dhe sa prej tyre mendojnë që Rama nuk ikë. Më trego se ku është dhe unë po i futi i parë. Unë po i futi do kursimet mia po i futi atë. Por është shumë e nevojshme një gjenerat e re të vinë. Ky popull fesnik kaq shumë kaq vite që po bën 30 sa vite tash. Nuk po flasim për demokracinë kur ka në vitet 90, nuk kishin eksperiencë, nuk diçka që urzu komunizmi, por prapë unë e shoh komunizëm këtu. Komunizëm modern. Si ka mundësi që bëhet milenier brenda natës? Çfarë ka emocionuar më shumë në këtë protestë? Besoj që e keni parë dhe nëpërmjet ekranit. Çdo natë e kam parë. Çdo natë. Çfarë ka emocionuar më shumë? Rinia. Zëri s'ka popull më të bukur se shqiptarët. Se më dhej, kjo për mua ka qenë një ëndër si u realizuar. Por shqiptari, ne kemi jetuar me shekuj dhe asnjëherë s'kemi. Shqipëria nuk dorëzohet kur edhe sikur t'jesin vetëm në rini, vetëm edhe në femnat, po me Shqipëria nuk ka murzuar. Bas, edhe sa do rish në Shqipëri? Sa ke mundur? Edhe një javë diçka, po do kthehem prap. Do kthehesh prap. Do kthehem prap. Dhe mendon që kur të kthehesh prap do ta gjesh atë vend që ke kërkon? Vendi im është shumë i dashur. Po me imit zotit se këtu Amerika ka ne do me besu në zëtë rrallë parë. Në qofë, kur t'ulesh një tavalinë, ke pa që ulesh për një kafe dhe në qofë se ai person nuk beson në zëtë, ikë për di, mos rrëjë, se ky njerë nuk beson në zëtë. Amerika e ka edhe në dollarën që thotë, në God we trust, zoti që na i besojnë. Se pra të punë është shteti më i fortë në botë, pra të punë është vendi më demokrat në botë. Si e shikon Amerikën në raport me këtë protestë, me këtë lëvizje qytetare, me qëndresën? Shteti Amerikan, qeveria, si për të thëmë në ingler, they love it. Unë e shoh se janë shumë entuziast për këtë vizë që kanë. Kjo është shumë e nevojshme. Shumë e nevojshme. Ky bani armiq komin më pro Amerikan, ne më pari edhe Amerikan. Me njëkje të... Ky ka çështje të hapura. Ky odët arratiset dhe do shkojnë. Po unë mendoj vendi më sigur për Edi Ramën është North Korea. North Korea? Korea e Veriut, se është komunizëm atje. Është komunizëm? Edhe nuk e kërkojnë. Atje e mbajnë, nuk e japin. Por, domethënë, ky ka çështje, e shef këtë fugonin këtu, nuk i zanë. Ashtë mbaja e ka? Pa, e dinaj, pra të punë nuk bën tërheqje. Sepse ka ditë e numëruar. Ti jesh kundër Amerikës,
Ky ka globuar kundra Trumpit. Tash e futi familjen e presidentin Trump e futi në kurth. E pa sa bukur pritën në Turqi, e pa si shikoi Trumpi. E pa presidenti e ka fut, e ka prej në bes. Një kryeministër sikur ky. A kanë besë amerikanët? Kanë besë amerikanët. E kanë si ne? Amerikanët ne i thomë, ju i thoni nur, ne i themi kumar. Ne kena kumar, ata kur kumar nuk e lëshojnë. Ne gjithmonë na kanë dorë. Amerika, presim tash sa din ky generali, se ky ma gjenone tash. Nuk është ambasador që ka ardhur, nuk është ambasador kurrier. Është luftarak. General. Është një arsye shumë e fortë që ka ardhur. Do ta jo Shqipërinë, po do ta ndërsin balkonin. Na e thot Baca që ka ardhur nga Teksasi, 35 vite banor shqiptar i Amerikës, i cili thot me bindje që ambasadori i ri nuk ka ardhur për karrierë, por ka ardhur për të rregulluar Ballkanin. Dëgjoni se do kujtoheni pastaj që thënie të tilla pas kam patur në të vërtetë brenda. Faleminderit shumë Bac. Edhe shumë faleminderit për ju. Për dhuratën. Zoti ju në moft. Edhe mirë se të na vish prap. Unë këtu do vi, që vendi jam toka jam, s'kam këtë çoj. Është imi. Faleminderit. Atë zoti ju në moft.